Shikues të ndershëm, vazhdojmë me emisionin e radhës nga seriali Nën hijen e besimit. Mbaruam me kapitullin e kaderit dhe tash do të vazhdojmë me një kapitull të ri, gjegjesisht me kapitullin e xhamatit dhe udhëheqësisë. Gjegjesisht me kapitullin e xhamatit dhe udhëheqësisë. Sepse e përmendëm në fillim se Ehlus Sunneti quhen Ehlus Sunna wal Jamaa, grupi të cilin pejgamberi alayhis salam e ka garantuar se nuk do të devijojë, quhet Ehlus Sunna wal Jamaa, pasuesit e sunetit pejgamberit alayhis salam dhe që janë në xhamat të tubuar, pra në xhamat në metodologjinë e xhamatit të parë të muslimanëve, e që janë shokët e pejgamberit alayhis salam dhe tabiinët dhe ata që i pasuan në metodologjinë e tyre deri në ditën e gjykimit. Këta konsiderohen el jamaa, sepse pejgamberi alayhis salam në hadithin e tij ku thot se janë përçar jehudit në 71 grupe dhe janë përçar krishterët në 72 grupe, dhe thot pejgamberi alayhis salam do të përçahet ummeti im në 73 grupe, të gjithë ata do të jenë në zjarr, pra janë të kërcënuar me zjarr të xhenemit për shkak të devijimeve të tyre, përveç njërit grup, thot pejgamberi alayhis salam, përveç njërit grup, të cilët do t'i përmbahen fesë së tij ashtu siç duhet. Dhe kur e pyetën sahabët pejgamberin alayhis salam se cili është ai grup ja Rasulullah, pejgamberi alayhis salam në njërin transmetim thot el jamaa, ata janë xhamati. Ata janë xhamati. Në transmetimin tjetër e sqaron këtë dhe thot ata janë ata të cilët do të jenë në atë në të cilën jam unë tash, pra pejgamberi alayhis salam dhe shokët e mi dhe sahabët. Pra kush e ndjek sunetin e pejgamberit alayhis salam dhe metodologjinë e sahabëve, xhamatit parë të muslimanëve, ai konsiderohet prej atyre që janë Ehlus Sunna wal Jamaa. Andaj, siç thon shumë prej dietarëve islam, ajo që ka qenë fe atëherë, ajo është fe edhe sot. Ajo që nuk ka qenë fe atëherë, ajo nuk është fe as sot. Dhe mos u bën prej atyre që të dëshirosh diçka më tepër se sa atë që e kanë ditur sahabët se është fe. Ajo që u ka mjaftuar atyre, me atë mjaftohu edhe ti. Dhe kjo në çdo aspekt, në aspektin e kuptimit të fesë, në aspektin e besimit, në aspektin e cilësive të Allahut subhanahu wa taala, përderisa sahabët nuk janë thelluar për cilësitë e Allahut, nuk i kanë komentuar me komentime të devijuara, po i kanë pranuar ashtu siç ka thënë Allahu subhanahu wa taala, pa u dhënë formë, pa i komentuar me komentime të gabuara, pa u ndryshuar kuptimin, pa i mohuar ato cilësi, atëherë edhe ti bëhu kështu, sepse Allahu subhanahu wa taala për sahabët e pejgamberit alayhis salam thot: "Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw." Thot për ata që kanë devijuar, nëse ata besojnë ashtu siç besuat ju, u drejtohet sahabëve të pejgamberit alayhis salam. Nëse ata besojnë ashtu siç besuat ju, atëherë ata do të udhëzohen. Pra e kushtozoi që në besim të besojmë ashtu siç besojnë ata të cilëve ju është drejtuar shpallja. E shpallja ju është drejtuar shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu Allah subhanahu wa taala në një ajet tjetër në surën Nisa thot: "Wa man yushakikir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda." E kush e kundërshton pejgamberin alayhis salam pasi që i është sqaruar e vërteta, "wa yattabi ghayra sabilil mu'minin", dhe e pason ndë një rrugë tjetër pos rrugës së besimtarve, dhe ky është vendi i argumentimit në këtë jetë, dhe pason rrugë tjetër, po thot Allahu, pos rrugës së besimtarve, rruga e besimtarve të parë, rruga e besimtarve të cilët kanë qenë jo të përçar, sepse besimtarët pas gjeneratave të para kanë qenë të përçar në besimin e tyre, dhe ata që janë larguar prej metodologjisë së tyre kanë formuar pra grupacione të ndryshme të bidatxhive. Thot Allah subhanahu wa taala, kush e kundërshton pejgamberin pasi është sqaruar e vërteta dhe pason rrugë tjetër pos rrugës së besimtarëve të parë,
nuwallihi ma tawalla, do ta lëm me atë të cilën e ka marrë ai, wa nuslihi jahannam, do ta shtim xhehenem, wa sa'at masira, e sa vend i keq që është ai. Po ashtu edhe pejgamberi alayhis salam në këshillat e fundit, në një ndër këshillat e fundit që ja ka dhënë umetit të tij, i ka këshilluar që ta pasojnë sunetin e tij dhe t'i pasojnë hapat e sahabëve, shokëve të tij. Thot pejgamberi alayhis salam në hadithin e Irbad ibn Sarijes, thot aleikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di. Thot pejgamberi alayhis salam, pasojeni sunetin tim dhe sunetin e khalifeve të drejtë që do të vinë pas meje. Addu alejha bin nawajid, kapuni thot për të me dhëmball. Wa iyyakum muhdathatil umur, dhe keni kujdes prej bidateve. Fa inna kulla muhdathatin bid'a, sepse çdo vepër e shpikur në fe është bidat. Wa kulla bid'atin dalale, dhe çdo bidat të dërgon në dalalet, të nxjerr prej rrugës së qartë dhe të pastër të ehlu sunetit. Po ashtu në hadithin Abdullah ibn Mesudit, i cili thot pejgamberi alayhis salam e bëri një vit të drejtë dhe i bëri disa vira të shtrembërta në anët e asaj vije të drejtë, dhe tha, kjo vija e drejtë është rruga ime, ndërsa këto vijet e ansore janë rrugët e shejtanit, dhe në çdo rrugë prej tyre ka një shejtan i cili thret njerëzit në të. Andaj e vërteta është një, ajo është pasimi i sunetit pejgamberit alayhis salam dhe metodologjisë së selefit, gjeneratave të para, sahabëve, shokëve të pejgamberit alayhis salam në kuptimin e fesë, në besimin ton dhe në çdo gjë tjetër në jetën ton. Andaj këto janë xhamati. Këta janë xhamati i grupit të vërtet, ata që i pasojnë sahabët, sepse sahabët jemi të sigurt 100% se janë të lavdruar pe Allahu subhanahu wa taala, se besimi i tyre ka qenë i sakt, se ka qenë i pa njollosur prej bidateve të ndryshme. Andaj kush i pason ata në këtë, padyshim se do të jetë prej atyre që janë të shpëtuar me lejen e Allahut subhanahu wa taala.